Pse do të acaroni gjithë këtë sallë? Kemi 4 ditë që nuk i bën mirë as Erik, Henrik. Atëherë jemi në KZZ numër 36 këtu në shkollën Masit Shanto, ku ka pasur një përplasje në fakt mes vëzhguesve dhe kandidatëve të lëvizjes bashkë me komisionerët, dhe ta ndjekim në këto momente live. Mos keni merak. Nëse doni të bëni shkelje, që të nxjerrni nëse do vazhdoni ta krijoni këtë kaos, nëse ju nuk do respektoni, nëse ju nuk do respektoni, kam mundësi të them se po flasun tani. Po flasun tani. Do më dëgjosh mua? Nëse ti nuk do respektosh detyrimet e tua si vëzhgues, të vëzhgosh, mbash shënime, të më vësh mandini çfarë rregullsish ke. Ti mbajmë shënim, do të krijoni kaos. Cili është kaosi? Ju filmoj. Po patjetër, kur është duke punuar, si që ka ndaluar më zotrin. Unë s'po e filmoj në shtëpinë vetë më zotrin, në proces punë po e filmoj. Cila shkelja, ju vëzhgoni zgjedhjen. Është ndaluar po apo jo shumë të filmoj, kaq e thjeshtë. Vëzhgoni zgjedhjen. Dhe unë zgjedh të vëzhgoni zgjedhjen. Është drejta ime të nëse keni probleme, s'keni as solorisni, as febertisni, është drejta ime të vëzhgoj duke filmuar. Ke probleme do flasësh me mua. Është drejta ime të vëzhgoj duke filmuar. Dhe para një dëgjoj mua një, pastaj vazhdo fol. Po ju nuk mund të flasësh. Dëgjoj mua një, pastaj vazhdo fol. Po të bëj pyetjen. Është ndaluar shumë të filmoj apo jo? Dëgjoj mua, pastaj vazhdo fol. Po apo jo? Ore më dëgjoj mua një, pastaj vazhdo fol. Përmbush detyrimet e tua si vëzhgues. Qofse do vazhdosh bërtasësh, do boshatisë salla. Qofse do vazhdosh, do boshatisë salla. Mund të të bëj një pyetje? Po do boshatisë salla. Unë nuk jam në intervistë, jam antar KZZ-je. Okej? Dakor. Shkeljet konstatohen me shkrim. Shkeljet konstatohen me shkrim. E ke gjithë të monitoruar me kamerë. Po shikoni vetë. Dakor. Ja po shohim vetë media. Je vëzhgues, bëj detyrën si vëzhgues. Po bëj detyrën. Po bëj detyrën si vëzhgues. Apo merrni masën e zotërisë. Nuk marrun masën sepse nuk jam polici. Po të kërcënoj, bëj kallëzim. Kam drejtën time ta filmoj që të bëj kallëzim. Bëj më kallëzimin. Po mos shkoj mua. Tani bëj detyrën tënde si vëzhgues. Ulu qetësohet se do bosh aty sallë. Ulu qetësohet, vazhdojmë punë. Do bosh aty sallë. Qofse ju do ngrini edhe një herë zërin, daj numruzve, do dini gjithë jashtë. Jo, do të flasësh me mua. Do të flasësh me mua. Do të flasësh me mua. Qofse si jam unë, janë anëtarët e tjerë të KZZ-s. Ore, do flasësh me mua, do mbash një konstatimet e tua, jo të mbësh zhurmë. Kaq. Qofse do t'i gjoj një zhurmë, do bosh atise salla. Dakor. Në qofse do krijoni problemet, gjithë se cili do dini jashtë. Oke. Të drejtën e filmimit e kanë vetëm mediat. Jo person privat. Ja, dhe bëjmë një të gjini për jashtë, nuk vazhdojnë. Jo, nuk vazhdojnë, të dalë jashtë, vazhdojnë. Atëherë, ka pasur një përplasje, është përfaqësuese e televizionit Bash Bora me emër. Unë nuk e di kush është zotëria me emër, mund ta identifikoni ju, prandaj u detyruam ta filmojmë. Për herë të disat, sa herë ne i kërkojmë që të kthej t'ja proces verbale, të bëhet konstatimi i votave kur ne shohim shkelje, zotëria ulur dhe jo vetëm ndaj nesh, ka bërë me vëzhgues partive tjera më të vogla, i kërcënon, i intimidon, i fyen. Dhe në momentin që ne filluam ta filmojmë këtë gjë, vjen dhe kërcënon që pse filmojmë, madje në rastin konkret kërcënoi që do vim banesën time, në banesën e zotit Qori që është kryetari i Lëvizjes Bashkë dhe në zyrat e Lëvizjes Bashkë. Në momentin që po e filmoja këtë gjë, më detyrojnë, qoftë numëruesit e tjerë, qoftë anëtarët e KZZ-s, janë të shqetësuar pse unë po filmoj këtë shkelje. Në vend marrin policinë që ai në mes të ditës, në mes të njerëzve guxon kërcënon, më kërcënojnë mua siç e patë vetë që do më nxjerrin jashtë. Në çdo moment, nëse ndonjëri nga ju e di që ka ndaluar që unë të filmoj në një hapësirë që është publike, ton ligji privatësisë, unë zotërisë si hyran krevat, as më intereson të hyj në hapësirën private, jam thjesht duke filmuar shkeljet që po ndodhin këtu.